duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk konfliktojnë, nuk bombardojnë për arsyet që dihen që amerikanët nuk kërkojnë që të hedhin ushtrinë amerikane në teren për patur që të përfshihen ushtarakisht në teren. Edhe të ketë viktima, gjë që e sensibilizon opinionin publik amerikan në qëndrime të ndryshme ndaj kësaj administrate, në këtë kuptim i blokon Iranit të gjitha resurset të tjera që i mundësojnë Iranit të mbijetojë. Domethënë, kemi një luftë midis një fuqie tashmë, fuqisë më të madhe në botë, e cila e ka të përcaktuar strategjinë e saj dhe çfarë do të arrijë. Është një strategji e cila ka në një farë kuptimi, do të thënë filozofinë gjeopolitike të Amerikës në kushtet e një rendi të ri botëror, është e para, dhe kemi një fuqi që deri tani ka qenë antagoniste, e hapur kundër interesave amerikane, do të thënë është i vetmi vend në botë me këtë regjim ta ajatollave që kërkon të vdekje amerikanë. Po, e vërtet është. Po, edhe në këtë kuptim, e vetmja gjë që mund të bëjë tani Irani është që të kontrolloj, të furnizohet, do më thënë nëpërmjet vendeve të treta, të cilat mund ta mundësojnë për arsye se bëjnë shkëmbim të tregtisë së naftës, por kanë edhe mendim strategjik për të balancuar veprimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët po tregojnë që janë një fuqi dominuese sot në botë, i papërballueshëm ndaj edhe rivalëve të tyre siç është Kina dhe Rusia. Prandaj e furnizojnë. Megjithatë, fakti që opozita iraniane është në teren, duket se në fakt leadership iranian ka një përçarje jo dukshëm, por ndjehet, është garda revolucionare ajo e cila prevalon, është opozita e cila duket se nuk po i dëgjohet shumë zëri, sepse tek e fundit merr krau radikal vendime. Megjithatë, fillimi i një krisje të tillë mendon që po çon drejt një revolucion, është fjalë e madhe atje brenda, por ndoshta drejt një drejtimi të ri, drejt lëkundjes së atij stabilitetit unik të palëkundshëm në Iran. Pyetja shumë me vend, edhe në fakt sqaron që po provokohet një krizë politike, për arsye se një pjesë e moderuar e vendit kërkon të shpëtojë interesat e qytetarëve. Domethënë pushteti nuk është qëllim në vetvete, vetëm në diktaturat ose në regjimet e errta siç janë të ajatollave. Ky është çështja kryesore, gjë që bën që lufta politike brenda në Iran të zhvillohet me ritme më të shpejta. Për arsye sepse shikohet që këmbgulja për të mbajtur në këmbë regjimin pa një arsye dhe pa patur asnjë kartë në dorë, është diçka e pamundshme. Prandaj, në raste të tilla, kur krijohen mundësitë, kur ndërhyhen nga aleatët, sidomos në rastin e Pakistanit, për të ulur atë tensionet, duhet të japësh një zgjidhje. Duhet të them edhe diçka. Pa paramendim, ne e kemi diskutuar, domethënë cilësitë e papranueshme në shekullin e 21 të një regjimit mullave, ndaj një zhvillimit të një shoqërie, ku dim që popullsia iraniane është nga popullsitë më të kulturuara, më të shtuara, të arsimuara e tjera, ishte papranueshme për këtë gjë. Tani, vim në një moment që garda kombëtare, duke qenë se është krahu ekstrem, përkrahet edhe nga ajatollahu, i cili ka zëvendësuar teatrin e tij. Nuk është i të njëjtit nivel, nuk ka edhe arsimimin, siç kanë ajatollat, të cilët janë lektor të feve të tyre. Ky nuk është, ky ka qenë një ruajt sporte. Domethënë, ky krijonte mundësinë e kontrollit pushtetit nga ana tjetër të babait të tij, duke u lidhur me gardën revolucionare ose shërbimet e informacionit. Në këtë kuptim, ky i jep paritet dhe Iranit sot, me ikjen e Ayatollah Khamenei, i ka humbur ajo balanca i krijuar të vetë sistemet, sepse ishte qeveria që ishte më civile, ishte garda revolucionare që mbronte ato aspiratat e revolucionit islamik, dhe nga ana tjetër ishte Ayatollahu që vendoste balancat. Tani, ai që zëvendëson është më tepër produkt i forcave të errta të gardës dhe si tillë është i lidhur
për të mbajtur ekzistencën e tij. Është prishur, domethënë duke mbyllur, është prishur ekuilibri E qartë. dhe dihet që kjo do të provokojë lëvizje të brendshme. Aq më tepër ku dihet që pjesa tjetër mbi 20% e popullsisë është hapur kundër regjimit të ajatollave dhe kërkon ndryshim regjimi. E qartë. Domethënë, këto janë ato, 20% janë garda revolucionare dhe forcat militante, 20% opozita e vendosur, kudo që janë në gjithë botën, kundër regjimit, dhe 60% të tjerë janë pjesa normale që i ndjek me shumë vëmendje se lidhen me të ardhmen e tyre, por që është më indiferente për arsye sepse frika është vrasja e 35.000, vetëm një demonstrim për të kërkuar të drejtat e tyre edhe për çështje ekonomike. Kjo tregon që është një regjim tepër i egër, edhe lëvizjet për ndryshim sigurisht kanë edhe inercinë e tyre. E qartë.